Arion, kështu që është. Ke përshtypjen, është drita e kuqe e ndezur, kështu që automatikisht jemi në transmetim. Ftuara ka ardhur është këtu pranë nesh, por përpara se ta anonçojmë për gjithë ata që janë duke ndjekur. E pan ata nga ekrani, ata nga radio ende nuk e kanë parë, kështu që më lejo të bëj. Po ti gjithatë emër Aulona aty. Po ka dhe Aulona të tjera në ekran. Alban Skënderaj Team of Thoko, po çfarë pasjesh me Aulona? Ka dhe të tjera. Okej, prezantoj, bëj prezantimin siç bëhet. Fal një prezantuese të jashtëzakonshme që kam në studio në këtë moment, jo ti Aulona, kjo tjetra. Jo, unë një pyetje kisha, na dëgjoj apo s'na dëgjoj teksa vinte, ti çaste një mit zeza para se vinte. Jo, nuk thash asgjë të zë, nuk thash. Aulona Musta. Mikesh, shoqe. Ke dëgjuar Aulona? Jo, nuk thash një të këqija, jo. Jo, thash të vërtetën thash. Pra, thash disa, ajo tha. Ta akuzoj. Ajo tha që është vajzë, punon në ekran, se fundmisht në Top Channel, është gazetare, moderatore, pra tha një listë gjëra. Shife, jo, në fakt është burr. Ja, unë thash. Ka puthur gra në televizion. Ka puç, e thash me kështu. Ka puç një vajzë në buzë, i thash të fundmi në ekran. Dhe pastaj thash një tjetër. Po, dhe thash që 50% e Instagramit të saj, i cili jep dhe në formë book, janë ata që e shajnë dhe ajo shfrytëzon këtë gjë për të vazhduar dhe për të krijuar content. Tash një zgjuar, po. Tani po ka zgjedhur të thotë të vërtetat që e këshia, në thonë. Trosh ky djalë fletrosh. Mirë se erdhe Aulona, por përpara se sa të flasim me Aulona, do të dëshiroja shumë të falenderoja një nga sponsorët tanë, Alstezo Group, që është kompania e cila në fillim, në krye sapo u prezantua programi, tha po do jem me ju, e cila është një kompani të dashur miq që ka një gamë të gjerë produktesh, garanci mbi cilësinë dhe partneri, do të bëhet patjetër partneri juaj i besuar vetëm me Alstezo Group. Po flas për pjesë këmbimi për makina të dashur miq, mbi 120.000 pjesë këmbimi origjinale dhe aftermarket, 20 fabrika ekskluzive europiane, amerikane, japoneze dhe me shpërndarje kapilare në të gjithë Shqipërinë. Çfarë do të thotë? Kushdo mund të blejë tek Alstezo Group, nëse është profesionist, nëse është autoservis apo nëse është një privat i thjesht, mjafton një kontakt me ta në Instagram apo në numrin e tyre të telefonit, dhe pjesa e këmbimit të makinës tuaj apo pjesa që u mungon ju vin menjëherë në shtëpi. Kanë një ekip absolutisht profesional, kanë një gamë të gjerë artikush dhe çmimet i kanë më konkurrueset në treg. Dhe sloganin e kanë shumë të bukur. Unë mundova ta ndryshoja, por number one, pra CEO e kompanisë më tha jo, tha. Slogani nuk më ndryshon dot. Slogani jonë është cilësia ka rëndësi. Kështu që do dashur miq tek Alstezo Group. Jo, më pëlqeu ai plani. Po, tani më mund të gjeni zgjidhje për çdo problem që keni me makinën tuaj. Aulona Musta, ti ke probleme me makinën? Nëse ke, po, e di, tashmë e di patjetër. Aulona, mirë se na erdhe, kemi shumë kënaqësi që do të kemi të ftuarën e parë në fakt, dhe po mendonim teksa po diskutonim me Arionin, këdo kemi, duam një personazh pozitiv që të na e bëj këmbën e mbar, edhe e kryqëzuam Aulonën Chrysler Redeemer. Shikoj, kishte të gjithë karakteristikat për të qenë e ftuara e parë. Udhëton pafund. Udhëton pafund. Le të themi që lifestyle i saj dhe një nga postimet që kam lexuar së fundmi në lidhje me Aulonën dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, ka qenë unë nuk dua, nëse nuk bëj, po parafrazoj diçka që kujtoj. Nuk dua luks, nuk dua çanta, nuk dua as edhe një gjë që të më ngopi në këtë aspekt, po dua vetëm udhëtime. Në shumë e vërtet, është moto e jetës time pak a shumë, edhe njerëzit mendojnë që është moto e jetës time së fundmi, sepse që nga koha e rrjeteve sociale, sidomos e Instagramit, kam filluar dhe shohin udhëtimet e mia dhe ndonjëherë vjen për qeshur kur thonë, bëre ti më në fund të udhëtosh. Ndërkohë që unë udhëtimet i kam të brumosura, se mund të them që nga familja ime ne kemi udhëtuar jashtëzakonisht shumë. Për shkak të punës së apo për pasion. Ngritur ju Aulona, se deri në 2009 s'kishim as vizën deri kur janë hapur. Unë udhëtimin e parë tani duket bën në Itali do. Jo, e kam bërë në Rumani në 91-shin. Pra ishte era parë që kam udhëtuar me avion dhe e bënim shumë kohë në ato jetonin. Kishte avion 91-shin? Oh, kishte. Wow. Dhe pastaj në Rumani kemi udhëtuar, domethënë kemi vizituar çdo qytet. Çfarë të çojë në Rumani? Luan të babin atë me Dinamën e Bukureshtit. Zanafilla e udhëtimeve të tua të para. Po, por e kisha edhe familjen, pra ne nuk kur mbaronte babi ndeshjet ose kur nuk kishte fazën përgatitor, kur kishte pushimet, ne udhtonim shumë nëpër Rumani, Bullgari, në vende që ishin ngjitur, e bënim road trip nga Bukureshti, vinim Tiranë me makinë që të kishim mundësi të ndalonim nëpër vende, pra udhtimet veç pak që janë. Kam qenë po, 5-6 vjeçë ndoshta. Sa i bie 6 vjeç plus minus, mos ta. Po, 6 deri në 9. Po e kujton, keni kujtim nga ndoshta hypja e parë në avion ose mbritja në destinacion. Di që kam pasur shumë qef. Tani unë nuk e di fiks janë kujtime që unë kam vërtet apo janë ato që më ka treguar mami apo foto që shikoj, po e mbaj mend si një gjë shumë bukur. Dhe kur shikoj fotografitë jam duke qeshur, gjë që rrugës ndryshoi, sepse avioni u bë fobia ime, po tani ka ndryshuar pra. Po çfarë ndodhi?
Nuk e di, unë e kam thënë dhe jo, nuk kishte, po e kam pasur domethënë lufta më e madhe që unë kam bërë në jetën time, po them është të mundja fobinë ndaj avionit dhe ta ktheja një gjë që unë kisha kaq shumë frikë në pasionin tim më të madh, mos ta lejoja që të ma para apo pas Samarës. Jo, për kjo fobi. Gjithë kohën. Pra jo prindërimi nuk të bëri më të ndjeshme. Mi po fakti që ti thua që sot e ke luftuar dhe avioni është kaq i rëndësishëm, do të thotë se ti je një person që të pëlqen të udhëtosh vetëm me avion apo edhe me makinë hyn ke. Jo, më pëlqen Më pëlqen nga Shqipëria. Më pëlqen të ikë nga kufiri. Largohem, nuk ka rëndësi për ku. Më pëlqen me makinë, më pëlqen shumë, jo në Shqipëri, të udhtoj me makinë, sepse të udhtoj me makinë në Shqipëri mendoj që është një stres më vete, domethënë është një rrezik shumë i lartë, po më pëlqen të udhtoj dhe po kam bashorti nuk e ka fare qef makinën, fare, dhe sot pse duhet të mundohesh të lodhesh, ndërkohë që me avion shkon destinacion, nëse mua më shijon ndaj. Mos do të thotë që ti je shofere 90% kohës apo? Jo, asnjëri nga. Të dy jemi shofer, po të dy nuk na pëlqen. Ai do të thonë shumë bicikletë, ishte për atë në jug do shkonte me bicikletë, por është pak sa larg. Të ka çuar diku partneri që ti s'ke dash dhe më pas je surprizuar, sepse besoj se një nga sfidat më të mëdha që ka dikush që udhëton shumë, po udhëton në partneritet, është fakti që të gjejnë location që të dy i kanë qef, ose i bie që dikush të lëshoj një herë dhe tjetri të lëshoj herës tjetër. Nuk më ka ndodhur sepse në 95% të rasteve jam unë që i zgjedh destinacionet. Sepse ai përton apo se ti bën ligjin? Po sepse ai e di, edhe ai për fat mirë e pëlqen shumë udhëtimet, po e di pasionin e madh që un kam, edhe di që shpesh herë udhëtimet përkojnë edhe me bashkëpunime që mund të kem me agjenci të ndryshme për shkak të punës që kam apo gjëra që mua më duhen për Instagramin, kështu që është shumë më kuptues. Pra ju jeni dyshja, është një meme tani që po qarkullon në internet që është dy persona dhe thotë unë jam i mirë për të organizuar udhëtimin, unë jam i mirë për të bërë këtë, unë jam i mirë për këtë, ai tjetri është mëngjes, mirëditë. Edhe ai di ku po shkoni, vetëm lokacionin, besoj kaq. Po, patjetër se ja them. Hotele, rrugë, taksi e këto merresh ti. Po, merr megjithatë sepse kam dhënë, domethënë nuk e imagjinoj dot t'ja lë dikujt tjetër të më zgjidhë hotelin. Për shembull, sepse duan do ta zgjedhësh sipas. Apo të më organizoj këto. Mirë, ke pas fat me Tomin, ëh, se jo çdo kush mund të adaptohej kaq kollaj në një lifestyle në terren apo në udhtim me ty. Është shumë e vërtetë dhe shumë shpesh. Unë të ngjaj ty për shembull. Domethënë ne të dy nëse do të udhëtonim bashkë, do kishim një konflikt të jashtëzakonshëm, shumë jo mase jo për hotelin, po ku do darkonin, ku do drekonin, çfarë do shifnin. Okej, po, jo, unë nuk e kam fare këtë problem sepse edhe Tomin përgjithësi është i kënaqur. Dhe kur nuk është i kënaqur, do sikur kënaqet thonë ndryshe. Jo, një pyetje kisha unë, po gjatë kohës se ti thua që të ka pëlqyer gjithë jetën tu thosh, po kur goca ishte e vogël, ke udhëtuar apo ka qenë një pauzë që të ka munguar? Ne kemi udhëtuar gjatë gjithë kohës, edhe kur kam qenë shtatzën, edhe kur ka qenë goca e vogël, madje Amarën e kam lënë për herë të parë 2 vjeç. Po, 2 vjeç ka qenë që kemi vajtur udhëtimin më të gjatë, jo për herë të parë, për herë të parë kam lënë diku te 8-9 muaj që vajtëm në Rom, po 48 ditë, vajtëm në Kuba. Jo 48 ditë, 48 orë. Jo, 48 ditë nuk e kam lënë. Se do fillonin Lona mos ta praktikis vajzë. Maksimumi që e kemi lënë ka qenë 2 javë. Po në Kuba marrëshe 2 vjeç dhe ne vajtëm 10 ditë kemi ndëntur, kështu që a udhëtohet pa një pjesë të shpirtit? Po, udhëtohesh, kënaqesh. Udhëtohesh të kënaq patjetër që po. Vjen shpirtin më. Bravo. Diskutoj me mama në përgjithësi, diskutoj me njerëz që janë prindër edhe më thonë që jo nuk udhëtoj dot pa fëmijën më. Domethënë momenti që bëhen prind nuk e kanë as e konceptojnë dot ta lëm fëmijën diku dhe të shijojnë diçka pa të. Unë jam shumë kundra kësaj, sepse unë përgjithësi filozofia ime në jetë është që ti nuk humb veten tënde në momentin që bëhesh prind. Dhe ti nuk je më vetëm ti apo partneri yt, po është edhe fëmia gjithmonë me ty. Fëmia ka nevojë të qëndrojë pa prindrit për të fituar pavarësinë, për të kuptuar se si është të jesh vetëm, për t'u afruar me gjyshrit, sepse ne kemi fatin që i kemi gjyshrit, dhe ashtu patjetër që çifti ka nevojë të jetë së bashku, të mamaja, zakonisht ajo është që lodhet më shumë edhe shpenzon më shumë kohë të qëndroj pa fëmijën edhe të ketë mundësi thjesht të çohet në orën 10-12, kështu që udhëtimet pa fëmijë janë të domosdoshme. Unë e kuptoj shumë mirë që ka familje që nuk sipas teje duhet të udhëtohet edhe pa fëmijë kur ke fëmijë. Duhet të udhëtohet patjetër pa fëmijë. Pra rregull për më mirë thua ti, për të bërë më mirë. Po,
Po ka dhe lloje të ndryshme udhëtimesh. Pra në momentin që ti ke një fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, do të shkosh siç mundi bashorti natyra që na pëlqen të eksplorojmë, të ecim shumë. Kur e ke fëmijën kaq vogël është problem, për çka se mamarën kur rritur pak ne kemi bër për shembull Zermatin në Zvicër 11 kilometra nëpër male dhe Amara ishte me ne. Ne ishim për ditëlindjen e jo në çantë, nga brapa se pa problem. Te valixhe. Një fëmijë të vogël ku i morën 11 kilometra. Po, dhe bëri me shumë kënaqësi. Regjia, kam kohë për një pyetje? Kemi kohë? Okej. Ndërkohë që ti flisje, unë isha gjatë gjithë kohës duke menduar për vështirësitë e avionit, për panikun e obo mund bi avioni, obo çfarë do ndodhi. Dhe kur je gjithë familja në avion, as të ka shkuar ndonjëherë në përmendje që po bëj gjën e dur. Se jemi të tre këtu. Do ta mendosh tani. Jemi këtu, është një panik. Po Arioni që un kam pasur fobi avionit. E di pse ta bëj këtë pyetje për shembull, babai im kur ne udhëtojmë të gjithë familje për një njëjtin destinacion, nuk u thon kur të gjithë bashkë në njëjtin avion. Babi thot gjithmonë do ndahemi në 2 avion të ndryshëm. E ka fiksim, thot, nuk dua që larg qoftë të më shuhet familja, po e them kështu ekstrem këtë gjë. Ndërkohë që ju tre jeni dhe jeni të tre në të njëjtin avion. Ne kemi tentuar unë dhe Tomi të thonin vetë, vajza ty të një avion tjetër. Po nuk e pranuar. Ta thanë shmenë dikshme kjo. Se sa po të thoni të tre në të njëjtin avion. Me gjyshin ata pastaj ngatruan destinacion dhe ne vazhduam. Se duk kështu si dramatike kjo gjë, po janë mendime që mund të shkojnë te prindi. Unë mendoj gjatë gjithë kohës kur jam në avion, prandaj është frika ime madhe, o bobo, pa çka se ja kam mësuar përmendësh zhurma, të gjitha sinjalet. Pra, unë mendoj që edhe nga gjithë videot që kam parë në internet, mund të drejtoj një avion ai shumë. Pra, pilot emergjencë edhe ti aty, ë? Po pra, ky mendimi është. Dhe te avioni do vihet fleta, kujdes, pilot e re. Okej. Tani një nga, po, se ne doja ta mbaja këtë si pikë nëse më lejon në kthimin e radhës, këshillat apo gjërat që sheh Ulona në avion për të kuptuar që ka diçka që nuk shkon dhe çfarë mund të ketë ndodhur. Në fakt neve Brazilin e zgjodhëm si destinacion dhe Rion konkretisht se na detyrove mja Ulona. Çfarë bëm kështu bën ligjin e misionit tonë. Por e zgjodhi vërtet Ulona si destinacion, si vendin një nga vendet më të bukura që ka vizituar dhe kam përshtypjen duhet të ketë qenë udhëtimi i kohëve të fundit apo jo. Po, vjet. Kështu që vjet në këtë kohë kam qenë në Rio. Halm si ti. Vjet në datë. Në karnevale, po, gjatë karnevalit. Ne kemi keq, vjet në këtë kohë ke Top Albania Radio jemi, kështu që do të shkojmë në pak muzikë tani dhe kur themi për shembull muzikë që lidhet me Brazilin, kush do të vinte në mendje? Kënga që dëgjuam para se të futesha për shembull është një këngë. Ka shumë, është kënga që kam kërcyer vjet pafund kur isha në Rio, po tani harrova ta them. Regjia na japi pa këngën e radhës? Ti thua, jo, kemi publicitet tani. Kemi publicitet, okay. Po gjithsesi do ta kemi. Do neve për shembull me Arionin kur bëm playlistën na shkoi para në mendje Mashkenada e Sergio Mendes, po që është i njëri përpunimi Black Eyed Peas. Kështu që ti mund thoshe që do ta lë sekret për pak më parë. Ja, ti mëson kjo të gjitha çfarë thosh. Të gjitha. Publicitet rikthehemi pas pak. Ata që janë lidhur me ne në këto momente të dashur miq, zëri që po dëgjoni në radio është ai Arion Muçës dhe zëri melodioz, melodik, si thuhet, melos bukurus. Melo si muzikë. Është ai Ariola Sheu, por gjithashtu gjithë ata që kanë ndier edhe zërin tjetër vajzëror është ai Ulona Mustës. Jeni në Trip Top, do të qëndrojmë së bashku deri në orën 20, do të flasim për udhëtimet çdo të diel nga ora 18 deri në orën 20 me të ftuar dhe me aventura. Ka emision më të bukur. Vërtet? Realisht. Faleminderit. E paguam Ulona para se një emision që flasësh për udhëtimet, është gjë më e bukur. Në fakt shumë shqiptar po e kanë pasion sot e kësaj dite këtë pjesën e udhëtimeve. Domethënë jemi tu harxhu lekët për udhëtime. Po më mirë për udhëtime se sa për çanta, si thot Ulona. Çdo çanta ti lë aty në dollap, ndërkohë udhëtimi të hap syt, ndërkohë do thoya këtë që kjo patjetër do të bëj pyetje. Mendon ti se unë kam harruar pyetjen. Jo. Unë e bëj dhe në studio, e bëj dhe në terren, kështu që jam 2 herë më gjuntur. Mirë tani. Doja thjesht ta kujtoja këtë gjë. Ti qeni pa cip, vende pa. Doja thjesht pa. Njeriu bëhet pak selektiv në jetë, ç'është ky mohabet. 18-19 vjeç. Shko aty, shko këtu. Cipën. Flas për emisionin. Doja të bëja pyetjen edhe e kam këtu atë në lidhje me çfarë elemente shet ti kur je në avion, të cilët ti i interpreton si element frike, përveç gropave të ajrit. Shiko, ato janë kryesorët, pa çka se unë e di shumë mirë që ato ndihen edhe kur je ignorant, kështu që nuk është. Po, nuk janë faktor rreziku, nuk kanë qenë në asnjë
rast, asnjëherë I ke asnjë parë avion në video ti kur histori. plasën njerëzit në avion lart e Po, poshtë. ato janë histori rreziku ku ti nuk lidhesh edhe nga lëkundja e madhe mund të dëmtohesh, Dhe prandaj i martuar ti të rish edhe më safe. Pse të ka ndodhur në një rast kështu ekstrem, për shembull që je trembur se më duket sikur kur e them. Jo, se nga që the që ishte emisioni i bukur dhe ju po bëni të pamundur. Që ti mos të udhëtosh Vetëm që mos ta marrim sysh po. Nuk më ka ndodhur vetëm një herë Para para. trego me detajet, lut. Para dhe ka qenë ky udhtimi i parë që unë bëra mbasi kisha lindur Amar kur ne vajtem në Rom. Kur i mirë. Dhe pati një ulje shumë të fortë avionit, një rënje shkëputje, madje një grua mbrapa i rat fikë, domethënë ajo ishte kjo ka qenë më e frikshme që un kam kaluar. Para apo mbas rënjes? Mbas. Okej. Isha ka bërë vaki mua. Kuptoni ju Po ballëria rrista avioni, si kisha mendin fare po në hallin tim. Mua zbriti avioni gati në tokë dhe u ngrit prapë. Po, mua këtë vit veri ndodhi. Avioni dhe ton kilometra në vit. Vesi u zbriti gati në tokë. Zbriti në pamërinë sin drita dukesh i sigurt që brenda në avion. Edhe më shumë kur isha në Bodrum vjet, avioni sa do prekte, ishte në pistë. Se si she ulur në kabinë me gjithë tjerët. Edhe me një herë u ngrit prapë, dhe aty kam pas shumë frikë, thoya çfarë. Por dhe kjo ka arsye dhe një ndër arsyet është që ka nuk ka hapësirë, nuk ka trafik ajror, pra mund të ketë pasur përplasje oraresh avionëve dhe gjithet me një herë. Që të qetësojmë gjithë ata që po na ndjekin dhe prandaj zgjidhni makinën. Pra janë në makinë, kështu që rini të qetë, është përqindja e avionëve që bien është 0,000 ndërkohë e makinave është 16, kështu që. Edhe çdo gjë, edhe të ecurit në këmbë, siç është një përditshmëri shumë rrezikshme, pra avioni vazhdon të mbetet mjeti më i sigurt dhe po ashtu është vdekja më e largët që mund të ndodhë. Edhe nga smundjet me bie 2 minuta. A do flasim për të bukurën e udhëtimeve që ndodhin apo jo? Arion, edhe ti themi dhe njerëzve që na ndjekin na shkruajnë në WhatsApp 069 44 28 873 që të na thonë votoni. Ja, nuk votojnë, po tregojnë në historitë. Jo, preferojnë avionin, makinën me këmbë. Po, interesante kjo. Dhe mund të na dërgoni mesazhin se keni qenë në Brazil për shkak dhe nëse keni në një tips apo në një këshill apo diçka që doni ta nënvizojmë këtu ndërkohë që po flasim me Aulonën. Jemi në Brazil, mbritëm. Një nga pyetjet që më ka ardhur në numrin tim personal në lidhje me Brazilin dhe më thot pyetje Aulonën, të lutem, është në lidhje me sigurinë, ëh. Kjo është pyetja më. Ta bëjmë pyetje të parë, mund ta konsumoj si pyetje. Nisëm që na ashtu e nisëm programin, themi Rio de Janeiro në shkon 7. Po. Është pyetja më shpesh që më është bërë dhe mua dhe më vjen shumë keq. Tani nuk dua të bëj si eksperte, po ka qenë një nga frikrat e mia më të mëdha po ashtu, se patjetër kam parë shumë. Pse zgjodhe ti këtë udhtim? Domethënë si brite në këtë destinacion? Shikoja karnavalit, ka qenë një ndër qëllimet dhe gjërat që unë mezi kam pritur, mbasi bëre Dancing with the Stars. Sigurisht. Që e kërceve sambën. Kështu që kjo ka qenë arsyeja, por kam pasur këtë frikën që lexoja nuk është vend i sigurt, ka shumë. Me guida apo vetëm? Vetëm. Me thëtë ti mori avionin zbrite në Rio dhe... Jo, shiko, mua gjithmonë më supportoj, kam agjensi që më bën pjesën, po edhe agjensi se them dua këtë hotel, dua këtë linjë avioni, vetëm kam këto fiksimet e mia, vetëm me një linjë avioni, se më duket më e sigurt nga çka kam parë. Kështu që kur mendove për Brazilin, kush ishte kërkimi i parë që bëre në internet? Sa i sigurt është? Po, sa i sigurt është. Kam parë video në TikTok, në Instagram, kudo pafund dhe shikoja komente nga të gjitha llojet. 10 ditë që ndojnë të aty, nuk jam ndier asnjëherë të vetme e pa sigurt në asnjë rrethan. Sepse nuk shkove në favela apo? Po në favela nuk shkohet. Po nuk ka njëri që është vetëm favela e Rocinjes, që ti mund të shkosh me guid dhe janë, po dhe atje me guid. Të shkosh vetë ke goje ujkut. Jo, po s'ka, se nuk besoj se ka njëri kaq të lojtur. Do të thënë ka nga këta turistët që shkojnë edhe po unë nuk jam ajo kategori. Unë dua jetën, dua të vazhdoj të udhtoj deri 100 vjeç. Okej, atë po bëj pyetje banale. Flori në qaf? Ndërkohë që jenë në Brazil? Varë sentime që kam këtë. Aktualisht, ata që po na ndjekin në live në këtë moment në kanalin 10 në digital po e shohin, po gjithë të tjerët është një varë se goxha e trash, stil Laci, po nga këto dy tregisht, po. Kryqi holl edhe këtë e kisha. Telefonin e kisha të varur gjithkohë në qaf, po, dhe shpesh herë mbaja kisha të varur në qaf dhe mbaja të fusja tek pantallonat, pra gjatë rrugës nuk e mbaja. Po ishin këshilla që i zbulova apo? Po ishin këshilla që thoshin që duhet të më mirë që mos ta kesh të dukshëm.
Është si punë e dritës kur ikën ti nga shtëpia që lë dritën ndezur të balkonit, që të kuptojnë që je brenda. Vetëm atëherë kurse sinjali mirë. Unë këtë kjo e telefonit është gjëja më minimale, se unë njëjtën gjë bëj kur ikin në Barcelonë, njëjtën gjë bëj kur jam në që ta mund ta lësh edhe më kokës. Po këtë po them, në Paris, në Marseille, kur isha që jam ndier shumë e pasigurt dhe terrorizuar në Marseille sesa në Rio, kështu që nxirja për të bërë foto gjatë gjithë kohës, video, nuk pata asnjë lloj problemi. Pra diçka në stomak, kështu që po nxjerr telefonin apo ma marrin në këto momente. 2 ditë e para sa se diskutohet është ajo nga çfarë ke lexuar, po pastaj nuk e pata më fare këtë frikë. Në darkë udhtoni me taksi shumë të sigurta, taksi me logo apo taksi? Po, taksi me logo dhe ishte edhe një aplikacion, nuk e mbaj mend tani, që ishte si tip Uber atje, po, që ishte. Pra se ne ashtu lexuam që forma më e mirë për të shkuar nga aeroporti në hotel ishte Uber. Po, kanë atë. Edhe që shkonte diku ke 15-20 euro. Po, nuk e mbaj mend mirë tani, se jo nuk e mbaj mend se ne për llogarit kemi marrë këto. E kemi ne në skalet. Po se ka një ndryshim shumë madh. Ne kemi thuar periudhë, kemi shumë periudhë karnavalesh dhe një rrugë që mund të bëj për 10 minuta në normalisht, aty bëj për 1 orë 10 minuta, kështu që për të futur dorën në kuletën e aulonës do ta bëj vetëm pas pak se duhet shkëputemi tani. Po vendi lirë ishte. Pra do na e tregosh çik këto, se aty kemi gjithë merakun. Unë bëra gjithë emision për të mësuar këto gjëra. Sa lekë harxuar. Kështu që me Arion Muçën dhe mua vetëm pas pak.